Çmimet po rriten edhe tek produktet tjera në Kosovë. Kjo po bëhet si pasojë e rritjes së vazhdueshme të çmimeve të derivateve të naftës, por opozita po kërkon reagim nga qeveria në mbrojtje të konsumatorëve. Ne nuk presim dhe nuk kemi pritje që qeveria e Kosovës të kontrollojë tregjen ndërkombëtare të derivateve natyrisht, por presim që kjo qeveri të zbatojë detyrat dhe obligimet që i ka ndaj qytetarëve të Kosovës. Pra kjo është qeveria e Kosovës dhe duhet t'i mbrojë dhe t'i përkrahë qytetarët e Kosovës karshi rritjes së çmimit të derivateve, të cilat pastaj nëse i bashkëdyzon dhe me rritjen e normave të çmimeve të energjisë që po parashin, edhe ato aktualit ato të ardhmet, kanë shkaktuar rritje e normave të çmimeve të tjera, pra si transporti, ushqimi dhe çdo gjë, veshmbathjet dhe çdo gjë tjetër. Prandaj kjo qeveri deri më tani nuk ka bërë asgjë për t'i përkrahur qytetarët e Kosovës ndaj rritjes së çmimeve në çdo anë, pra nafta, energjia, ushqimi, veshmbathja, transporti dhe të gjitha. E ndryshe nga qeveria e Kosovës po vepron